Edhe pse duket i sigurt dhe plot vetbesim, kryeministri i vendit në krah ka një këshilltare mjaft të mirë, që është bashkëshortja e tij. Në intervista të ndryshme, ai është shprehur se sugjerimet dhe këshillat e bashkëshortes i merr përballë, edhe pse kjo e fundit ka vendosur të qëndrojë larg kamerave dhe politikës. Linda është shprehur se pas martesës me Ramën, jeta e saj ka ndryshuar shumë, pasi ka dhënë dorëheqje nga shumë poste dhe i është përkushtuar rritjes së djalit të tyre dhe mbarvajtjes së tij në shkollë. Edhe pse ka qenë e distancuar në daljet publike, së fundmi në media është folur për një skandal të bashkëshortes së kryeministrit. E ftuar në një takim jashtë Shqipërisë si studiuese, ajo ka mbajtur një fjalim për të ftuarit, por kjo ka bërë që në Shqipëri t'i hapen letrat. Ka qenë pikërisht ish zëvendës ministri i arsimit, Taulant Muka, që ka reaguar ashpër duke vënë në pikpyetje titujt akademik të bashkëshortes së kryeministrit. Sipas Mukës, pavarësisht se ajo paraqitet publikisht si doktoresh shkencash dhe studiuese, punimi i saj nuk gjendet në asnjë arkiv apo katalog publik. Ai tha se Linda nuk ka bërë asnjë kërkim shkencor dhe doktoratura e saj nuk gjendet askund. Ndërkohë, njerëzit që kanë studiuar me vite dhe kanë bërë kërkime të vërteta shkencore mbeten pa një vend pune. Ish zëvendës ministri është shprehur se nëse kjo do të ndodhte në një shtet perëndimor, do të ishte një skandal i niveleve të larta, ndërkohë që u shpreh se në vendin ton mjafton të deklarosh që je doktor dhe bëhesh menjëherë intelektual, pa që nevoja të bësh ndonjë kërkim shkencor, siç është edhe rasti i bashkëshortes së kryeministrit.